Bonjour de la part de Janti, apo përshëndetje nga agenti i Belgjikës, aty ku përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut të premten do të përballet me Belgjikën në kuadër të eliminatorëve për botrorin 2026. Pas barazimit në Shkup, ekipi përfaqësues i vendit ka ardhur në tokën belge për të kërkuar një tjetër rezultat pozitiv dhe për të vazhduar të ndrojë për një kualifikim në botrorin e ardhshëm që do të mbahet në vitin 2026 në SBA, Kanada dhe Meksik. Favoriti nuk diskutohet dhe reprezentuesit e seleksionuesit Blagoja Milevski ndodhen përballë një favoriti shumë të madh dhe i pret një punë e vështirë këtu në qytetin e Gentit. Maqedonia e Veriut sonte do të zhvillojë stërvitjen zyrtare këtu në Gent, aty ku seleksionuesi Blagoja Milevski do t'ju japë detyrat reprezentuesve të tij për ndeshjen ndaj Belgjikës. Ndeshja ndërmjet Belgjikës dhe Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet të premten në mbrëmje duke nisur nga ora 20:45. Kujtojmë që Maqedonia e Veriut mban kreun në renditjen tabelare me 11 pikë, një më shumë se Belgjika dhe Walesi që ndodhen pas tyre.